Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga tensioni i lartë, përdorni këto 5 bimë mjekësore. Ja pse. Stresi shkakton shumë të këqija në trupin ton, përfshirë këtu edhe rritjen e nivelit të presionit të gjakut. Kur kombinohet me vese jo të shëndetshme, mund të jetë edhe një kërcënim për jetën. Tensioni i lartë i gjakut sjell dëmtimin e enëve të gjakut dhe shkakton probleme me zemrën. Për ta parandaluar këtë ose për ta kontrolluar nëse tashmë ka ndodhur këto, ne po ju sugjerojmë disa erëza që duhet i konsumoni. Rigoni. Karvakroli në rigon është efektiv kur bëhet fjalë për uljen e presionit të gjakut, ul ritmet e rrahjes së zemrës dhe gjithashtu ul presionin e gjakut dhe shton presion në arterje. Rigoni mund të përdoret në vend të kripës, e cila gjithashtu është një nga shkaktarët e rritjes së tensionit të gjakut. Dhe nga ana tjetër, valerian është një qetësues natyral, ai siguron dhe ndihmon në eliminimin e stresit. Njerëzit të cilët vuajnë nga hipertensioni do të mund të përfitojnë nga zvogëlimi i presionit të gjakut. Borzilok. Stresi prek një gamë të gjerë të funksionit të trupit. Borziloku ka veti adaptive, të cilat ndihmojnë trupin që të përballojë stresin. Ndalon ndryshimet biokimike të cilat e nxisin stresin. Ai përmirëson nivelet e energjisë dhe rrit qëndrueshmërinë. Gjithashtu ndihmon në shëndetin e përgjithshëm të stomakut dhe forcon sistemin imunitar. Promovon qarkullimin e mirë dhe hedhjen e gjakut. Nivelet e presionit të gjakut janë ulur dhe mbajnë nivele të shëndetshme të kolesterolit. Livanda. Ulja e nivelit të presionit të gjakut me 50% me një masazh të trupit me vaj livande, duke qenë një vazodilatator efektiv, i bën enët e gjakut të qetësohen dhe të zgjerohen. Si rezultat, kemi uljen e presionit të gjakut. Vajin e tij mund ta aplikoni në trup ose të përdoret si një banjë me ujë të nxehtë. Çaji me lule dhe gjethe të zjera është një ilaç për pagjumsinë dhe ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve në stomak. Lule pasioni. Lulja e pasionit është shumë efektive për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ankthi dhe stresi shkaktojnë një rritje të nivelit të tij. Lulja e pasionit përdoret për të ndihmuar që të nxisë gjumin të cilët vuajnë nga pagjumësia. Mjekimi me recetë nuk ofron shërim afatgjat për presionin e lartë të gjakut. Këto praktika natyrale ndihmojnë në promovimin e një mënyre jetese e cila e mban trupin tuaj të shëndetshëm. Merrni këto barëra dhe mbani presionin e gjakut në nivel të shëndetshëm. Gjithashtu, shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve, por ju mundet që të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në shtëpi, siç janë për shembull hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Kura me lëng limoni. Përbërësi që juve do t'ju duhet janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut duke ulur kështu tensionin. Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksina dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të hani 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes, përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë ujë, një majlugë çaji me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle.
Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultatet më të mira. Tensioni i lartë i gjakut është një gjendje shëndetësore serioze, e cila prek një numër të madh të popullsisë. Kjo gjendje post të tjerash mund të luftohet edhe përmes ushqimit të duhur. Këtu ju do të gjeni disa nga ushqimet të cilat mund t'i hani dhe që do t'ju ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Banania. Banania është një burim i shkëlqyeshëm i kaliumit. Kaliumi njihet për rolin e tij në luftimin e efektit të natriumit në trupin ton. Ngrënia e bananes do të ulë nivelin e koncentrimit të vlerave të natriumit në trup dhe kështu edhe tensionin e gjakut. Ngrënia e 2 bananeve në ditë ka rezultuar të ulë tensionin e gjakut në mënyrë domethënëse. Mundet t'i konsumoni si të vetme apo në kombinim me ndonjë frut tjetër. Avokado. Ky frut është i domosdoshëm kur është në pyetje ulja e tensionit të gjakut. Njëjtë sikurse bananet edhe avokado përmban sasi të mëdha të kaliumit. Avokado po ashtu përmban sasi të yndyrës së pangopur, e cila rrit nivelin e kolesterolit të mirë në gjak. Kolesteroli i keq njihet për efektin e tij në prodhimin e enëve të gjakut, gjë që shkakton rritjen e tensionit të gjakut. Avokado të rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, i cili ndihmon në uljen e vlerave të tij. Keni parasysh që avokadot kanë një përmbajtje të lartë kalorike dhe ngrënia e tyre duhet të jetë e matur. Spinaçi. Ngrënia e rregullt e spinaçit do të ulë tensionin tuaj të gjakut brenda disa javësh. Spinaçi është gjithashtu i pasur me fibra të cilat e mbajnë tensionin e gjakut konstant gjatë tërditës. Spinaqin ju mundet që ta konsumoni në shumë forma dhe madje në kombinim edhe me ushqime të tjera. Domatja. Ky frut jo vetëm që ka përmbajtje të kaliumit, por është i pasur edhe me likopen. Likopeni është një antioksidant i njohur i cili parandalon oksidimin e kolesterolit të keq dhe ngritjen e tij në muret e enëve të gjakut. Domatet jo vetëm që ulin tensionin e gjakut, por njëkohësisht edhe do të parandalojnë shfaqjen e tij për periudhat e mëvonshme. Për rezultatet më të mira duhet të konsumohet e pa përpunuar. Selino. Ngrënia e këtij fruti të gjelbër do të ulë tensionin tuaj të gjakut. Përpos përmbajtjes së lartë të kaliumit, ky frut po ashtu shërben edhe si diuretik natyral. Kjo do të thotë që e nxjerr sasinë e tepruar të ujit nga gjaku, pasi që teprica e ujit në gjak e rrit presionin arterial. Me largimin e kësaj teprice bien edhe vlerat e tensionit. Çokolata e zezë, një tjetër produkt i shijshëm për uljen e tensionit, përmban koncentrim të lartë të kakaos që i jep ngjyrën e zezë. Kakao është e pasur me flavonol, element ky i cili ndihmon në zgjerimin dhe rritjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Kjo pastaj manifestohet edhe me ulje të tensionit të gjakut. Çokolata e zezë po ashtu duhet të konsumohet në mënyrë të moderuar, pasi që përmban shumë kalori. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!